Për shkak se mungoj në seancën e së enjtës, ndaj të akuzuarit Dren Ahmeti do të lëshohet urdhër arrest për sigurimin e prezencës së tij. Dren Ahmeti, në përgjigjet e policisë, deklaron se nuk do të paraqitet në gjykatë, prandaj seanca sot nuk mohet. Dren Ahmeti, gjykata do të çojë urdhër arrest. Në seancë munguan edhe Egzon Azemi dhe Bardh Ahmeti. Gjykatësi sqaroi se Azemi ka njoftuar se nuk mund të jetë i pranishëm në seancë, kurse ndaj Bardh Ahmetit, sikurse për të akuzuarin Dren, kishte urdhëresë aktive, e cila nuk është realizuar. Egzon Azemi, Bardh dhe Dren Ahmeti, bashkë me 9 të tjerë, në cilësinë e grupit studentor të organizatës Studim, Kritik dhe Veprim, akuzohen se kishin sulmuar zyrtarët policor në manifestimin e 47 vjetorit të themelimit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, me 15 shkurt 2017. Me datë 15/02/2017, rreth orës 11:10 në Prishtinë, në rrugën George Bush, saktësisht në hapësirat e rektoratit të Universitetit të Prishtinës, gjatë manifestimit të 47 vjetorit të themelimit të Universitetit të Prishtinës, pasi kishte filluar fjalimi nga të pranishmit, të pandehurit grupi studentor i organizatës Studim, Kritik, Veprim, fillimisht e kanë penguar mbarvajtjen e manifestimit, të cilët pastaj sigurimi i rektoratit i kishte larguar nga salla. Mirë po të pandehurit nga oborri i rektoratit kanë tentuar të futen me forcë në sallë me qëllim që të pengojnë manifestimin. Atëherë policia ka ndërhyrë dhe është detyruar që t'i ndalojë protestuesit. Mirë po të njëjtit nuk i kanë përfillur urdhrat e policisë, e pastaj i kanë sulmuar fizikisht zyrtarët policor, me çrast të dëmtuarit Samir Muzhaku, Murat Canolli, Armend Krasniqi, Fatlume Behluli dhe Diamant Aziri, të gjithë zyrtar policor, kanë pësuar lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin. Përshkruhet vepra e tyre penale në aktakuzë. Lendrit Shatri, Trim Gashi, Bardh Ahmeti, Premton Zogjani, Dren Ahmeti, Dardan Bujupi, Egzon Azemi, Miran Rudhani, Niazi Beluli, Flamur Pireva, Amir Kuqi dhe Getoar Krasniqi, akuzohen se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare.